Kam një pyetje. Nëse ju pickon gjarpri, pra nëse ju kafshon gjarpri, ju çfarë do bëni? Do shikoni se si të kapni gjarprin, pra do mundoheni që të kapni gjarprin që të kafshoj, apo do gjeni mënyrën se si të shpëtoni nga helmi i gjarprit? Është një pyetje tepër e rëndësishme, e kam për ju, dhe do dëshiroja një komentin tuaj. Më ndiqni me vëmendje në këtë argument, sepse jam i bindur që do gjeni vetveten. Kush është rastisht e di bëj like faqes, shihemi sërish, faleminderit që jemi përbashkë. Do t'ju them pse hapa këtë argument. Një shqiptar, një miku ynë, ose dhe njëkohësisht edhe kushëriri ynë, ka një karakter ndryshe. Nuk ka një karakter, për shembull, nuk doja të merja veten time si shembull, po ka me qindra të tjerë, ai ka një karakter. Sa herë që dikush e qorton, i thot diçka apo ku ta di unë, ai menjëherë i vet përpjet. Dhe menjëherë të ofendon ose gjen mënyrën se si të ta punoj. Mirë po, unë do t'ju them disa eksperienca të disa të moshuarve, sepse kjo është një thënie të moshuarve të vjetër. Nëse ju pickon gjarpri, pra nëse ju kafshon gjarpri, ju çfarë bëni, thonë të moshuarit? Ju do shkoni që të kapni gjarprin, pra të rendni pas gjarpri që ta kapni dhe ta vrisni, apo do gjeni mënyrën se si të shpëtoni nga helmi, pra që të mbijetoni. Të shikoni se si do ta thithni atë helmin që ta hidhni poshtë, apo se si do ta kuroni me diçka, apo të gjeni një anekdot. Si quhet, një kundërhelm, ë? Se anekdot është gjë tjetër. Dhe pse po e them? Sepse ka një pafundësi njerëzish, po thuaj se në 80% e popullatës në botë, të paktën kështu mendohet, që ti nëse i vërtet thua diçka, që të gjithë hidhen përpjet. Të gjithë duan që ta punojnë ty dhe të vrasin, ose të tregojnë se janë më të fortë. Por zgjuarësia nuk është kjo. Zgjuarësia është që ti të shikosh se si do mësosh nga ato pickime. Sepse ti duke marr pickime gjithmonë, kjo është jeta. Sepse ti përveç se ambientohesh me pickimin, me helmin, sepse krijon trupi imunitet, trupi imunitet krijon nëse ti mëson nga ato pickime. Para 3-4 ditësh, mora në telefon dikë që ka kohë që i duhet me një fjalë që të m'japi të më pagoj, sepse kam punuar. Dhe kanë kaluar kohë. Dhe unë pres akoma që ai të më pagoj. Nuk më ka marrë një herë në telefon. Një herë të thot, më fal, u vonova apo ku ta di unë. Dhe u gjendëm rastësisht brenda një bari. Shkua me çunat aty, kur shikoj përballë me u bë ngjyra. Rastësisht u gjend në këtë bar, por u bë ngjyra. Jo, më fal sepse unë nuk i thash unë, jo, këto falje ti mjafton një telefonat dhe thuash po mua më vjen zor, po s'ka rëndësi të vjen zor apo jo. Sepse ti kur nuk më thua asgjë, do të thotë që ti gjoja ma ke hedhur. Mua nuk hedhur asgjë, sepse unë jam gjithmonë adirmura. Mbaje mend këtë. Me një fjalë, ti në qoftë se do m'japësh mirë, në qoftë se nuk do m'japësh, ka diçka atje sipër që i vë të gjitha gjërat në rregull, i rregullon, i stabilizon që të gjitha. Dhe s'ka nevojë që të shkoj unë dhe që t'ja punoj, të bëj një mënyrë që t'ja punoj. Ka 2 mënyra. Një është ajo me anë ligjore, sepse kam të gjitha dokumentat, kam të gjitha mesazhet, kam kontratën, kam çdo gjë. Dhe kjo është ana ligjore. Por nuk dua unë që ta fundos atë njeri, sepse e di që e fundos brenda një dite. Edhe pse të kaloj kohë, po brenda një dite ai fundoset. Sepse ai ka për detyrë që të më japi. Ndryshe do si shtëpin, do mbyll kompanin, do jap në emër të dikujt tjetër, sepse padyshim do e bëj. Por unë pse po e them këtë? Sepse është kurioze se si njeriu mëson nga këto, dhe ai atë ditë që u gjendëm aty, tha, kam nevojë, tha, për një
kooperim për me atë, po merrem me një punë tjetër, tha, sepse kam nevojë, tha, për kooperim me Shqipërinë. Dhe do të merrja në telefon, tha, për të aty e kuptova që ai edhe po të merrte në telefon, do merrte sepse i nevojitet një kontakt me Shqipërinë, me fjalë që t'i hap rrugët unë në kontakte të tjera, sepse me produksione kinematografike. Dhe po thoshja, është mëson njeriu nga këto, apo si do të vepronit, sepse mënyra tjetër ishte që t'ja bëja si nga Vlora. Veja tek poshtë pisti, edhe ose tek makina, si do t'ja bëjmë? Do m'japësh? Po t'jap ko një javë, sa do? Një muaj? Okej. Ndryshe do vi tek shtëpia. Po nuk ka shans që të bëjt një njeri një gjë të tillë, sepse për shumë arsye. E para njerë që njihemi të gjithë. Mos kujtoni se jemi 8 miliard njerëz dhe nuk njohin njëri tjetrin. Në një qytet njihen që të gjithë. Që të gjithë. Mos kujtoni se Roma është kushte. Unë kur erdha në Romë për të parë thosha gjithë ky vend më buri dhe miliona njerëz, kush e çan kokën për mua këtu? Mirë, po brenda 3 muajve njihni që të gjithë. Sepse ata janë ata që bëjnë këtë punë. Pra ti nëse futesh në një punë, në çfarë do lloj pune qoftë ajo, të njohin që të gjithë. Dhe po thoshja që nuk është në radhë të parë në të mirën tënde. Nuk është në të mirën tënde, sepse edhe po të kesh të drejtë, prap ti humbet të drejtën. Sepse krijove probleme. Nuk ndodh kjo vetëm në Itali, ndodh edhe në Shqipëri, ndodh edhe në Amerikë, ndodh ku të doni ju. Pra, në qoftë se ku është thelbi i bisedës, varet se si sillesh ti. Pra, në momenti që të ka pickuar, se ky është një nga pickimet që të ka bërë. Pra, unë punova 2 vjet e gjysmë, me një fjalë, punova jo për ditë, por punova, përdora emrin tim, përdora inteligjencën, përdora punën, përdora paratë e mia sepse u shkëputa nga një vend në tjetrën, ai tjetri pranoi që të bënte një punë me këtë njeri dhe unë pres pagesën. Pres për atë që punova, sepse punova për këtë. Kështu që unë kryesisht të gjithë njerëzit po të pyesësh çdo, sepse flet me vllajin, flet me kushërinj, me shokët, unë thotë do ta kisha fundosur me kohë. Të gjithë të thonë. Mirë po, ja, e fundova, sepse ka një gjë. Në qoftë se ti shkon dhe bën një gjë ligjore, të paktën këtej nga Italia, ai në qoftë se i shet të gjitha dhe s'ka gjë për dëntis, nuk ka pesh dot as gjikundi dhe nuk i mend dot më lekët. Një. Dhe e dyta, do fillojnë të flasin të gjithë. Që hodhin në gjyq etj etj. Dhe shikohesh me një sy tjetër, kanë frikë pastaj që të punojnë me ty. Dhe tjetra është, kur ti s'merr lekët, pse do ta bësh një gjë të tillë? Pra, ka përsërisë njerë. Njeriu nuk di se si të sillet, por unë sillem kështu dhe doja të pyesja juve. Ju si silleni? Pra, si mendoni? Në qoftë se ju pickon gjarpri, pra në qoftë se ju, sepse jeta gjarpërinj të tillë po flasë, të jetës, sepse ti tek sa ecën, ndodh që njerë të vinë njeri të kërkon lek, ndodh që je në shtëpinë tënde dhe ai tjetri do që të marrë një pjesë të tokës tënde, apo dikush është pronari të njëjtës pronë, apo ku ta di unë. Pra ka një pafundësi gjërash, dhe sepse ky është njeriu. Ne kemi lindur që ne jemi si mund të quhet, ne shtym njëri tjetrin, jemi rival, me erdhi fjala, jemi rival të njëri tjetrit, sepse kështu quhemi në jetë, sepse o do ta marr unë, o do ta marrësh ti një diçka, dhe shtym njëri tjetrin. Pra rivaliteti ekziston që nga kohrat e lashta. Dhe zgjuarësia është që ti nga rivaliteti të mësosh, jo ta psosh. Mendimi im, ndaj doja një përgjigjen tuaj. Pra, nëse ju pickon gjarpri këto problemet e përditshme, nëse vinë, ju marrin para, ju marrin tokë, ju marrin ku ta di unë, apo ju ofendojnë, ju qellojnë, ju si silleni? Si do silleni? Do filloni që të riformoni antitrupat, apo do shikoni se si doja punoni ati tjetrit, pra gjarprit.
pres komentet tuaja. Thash, unë tregova disa eksperienca personale që t'ju ngacmoj juve që të më thoni eksperienca tuaja. Dhe jam kurios të di përgjigjet tuaja. Do ju lexoj që të gjitha ju pres. Sinqerisht, më vjen mirë që të lexoj këto komente, sepse nga komentet mësojmë shumë. Hajde, kalofshi një ditë të këndshme, një punë të mbarë dhe ditën e mirë.